në kushtet ku jemi, me gjithë këto histori që ka ndodhur, me spakun i cili ndërhyn hera herës në çështje administrative dhe ligjore, besoj se kuadri regulator do zgjidhet me kujdes. Nga ana tjetër kemi të bëjmë me një investim goxha të madh që vetë si investim merr përsipër që të realizohet me një garanci juridike shumë solide. Pra, përpos palës shqiptare që nuk dihet se çfarë niveli rregullshmërie ligjore mund të ofrojë, kemi edhe palën tjetër investuese, që është shumë serioze, që dhe ajo do shikoj me seriozitet shumë të madh gjithë bazën juridike se si po ndërton investimin e saj. Kështu që unë nuk kam ndonjë merak në këtë aspekt. Jemi ne kaq atraktiv për investitor kaq të rëndësishëm, sepse kemi përmirësuar klimën e biznesit në Shqipëri në tërësi, apo realisht Shqipëria është ajo pika e mjaltit që mund të tërheqin si kinezët ashtu dhe amerikanët, apo më gjerë? Unë do thoja që marketingu është shumë i mirë. Marketingu është shumë i mirë dhe ka prodhuar efektet e tij si marketing. Pastaj, ne që jemi brenda mund të shikojmë probleme më shumë se sa ata që janë jashtë. Por do të thoya që investime kaq të tilla gjigande, besoj se do jenë gjigande, edhe të kombinuara, të harmonizuara,